Asa unë s'do i ndroj asgjë. Po, mua më pëlqen shumë e tiparet që ka, kështu që nuk shoh një problem pse të bëj një hund. Domethënë, kirurgjia plastike nuk është e perfeksioni, është thjesht si të ndihemi ne më mirë me veten dhe jo çdo rast kërkon kirurgji plastike. Ky fevziu bën ky kirurgji plastike sipas teje, unë e di që si ja bën ju, po ky bën kur e shef kështu, ky bën kirurgji plastike. Nuk ka bërë asgjë. Në syrin tim kritik, jo. Nuk ka ndërhyrë, domethënë. Jo, asnjë gjë s'ka ndërhyrë. Atë lëkurën e tërhequr kështu si tullumbace ka natyrale. Po. Në syrin tim po. Jo, bëra një po bien ka shumë nga këta. Është gjenetike në shumë persona, përpos të tjerave. Ai është i ri i përjetshëm. Jo, i bëra e solla këtu në vëmendje se e di se kur erdha aty te ju pash që kishit atje në ekran që tregonit që aparaturën që ardhë fevziu edhe tash mos ka ardhur aty, ka bërë një kirurgji plastike dhe pastaj ka bërë sa ai është kaq i apasionuar mbas punës vet sa edhe kur shkon për diçka krejt tjetër e bën një video dhe e nxjerr edhe bën një rrugë dy putur. Thash mos ka ardhur për këtë pjesën që për atë. Po domethënë këtë pjesën tullën fevziu e ka komplet natyrale. Sipas teje. Po, sipas me dhe Po ti besoj që edhe kur më shef mua nuk dyshon që mos. Unë e kam smundje të profesionit që çdo person që shikoj mendoj si mund ta rregulloj për mirë. Por unë mendoj që jam i parregullueshëm, jam mua më pëlqen kështu si je, për të qenë sinqert, në rastin konkret. Ti këtë the mirë se the po ti ju ta rregulloj do bëhet më keq, kështu më mirë lëre siç është. Jo, absolutisht, por ka disa persona që duken bukur në mënyrën si janë, nuk ka nevojë që të jetë çdo gjë perfekte, dhe kirurgjia plastike është bërë për disa persona që ndoshta shikojnë sa problemet e vetja që dhe unë nuk i shikoj. Se dhe unë hasem në përditshmërinë time me pacientë që kërkojnë. Ti vetë ke bërë kirurgji plastike? Vetëm hundën. E ke bërë ato unë, po që keni këto zakon që bëbë një unë? Unë fakt e kisha pjesë funksionale deviacion të brendshëm. Ka 30 vjetë. Pastaj është dhe çik gjenetike shqiptare. Jo 30 vjetë, nuk e di sa ka, që nuk ja fal një shoqes time që vajti edhe ndroi hundën. Nuk ja fal dot, nuk i përshtatej me karakterin hunda që kishte. E kemi shumë shoq. Ajo tani se është dhe pak. Po të disesh nga këto kriteret që keni ju që hunda dje, ajo ishte undere. Okay. Por hunda e saj ishte i shkonte aq shumë dhe ishte e bënte aq të veçantë sa që kur e ktheu kështu, që atëherë mund duhet më më duket sikur ka plagosur veten. Se ti që keni këtë që i bën. Si e ke pas hundën ti përpara, pas kështu si shpon? Jo, vetëm pak më të drejtë dhe majën pak më të ulur për poshtë, po jo se kam pasur problem shumë të madh. Më shumë u futa nga ana funksionale sepse kisha deviacion të brendshëm që në moshën 4 vjeçare, mamit time kishin thënë doktorët që kur vajzat arrin në një moshë mature, duhet ta bëj patjetër sepse nuk merr afrim siç duhet. Unë kam një problem këtu. Po e kam nga dora e njeriu, nuk e kam nga natyra. Se ma kanë marrë një hundën në dorë, ma kanë marrë një hundën në dorë ca skulptor nga ata të hurit dhe litarit, edhe ma kanë bërë copash hundën. Edhe në frymari ke probleme? Në pjesën këtej, po kam problem. Pjesën këtej është ka një e shikoj deviacion, po. Deviacioni dhe nga dëmtimet krijohet shumë persona, aksidente, probleme gjatë jetës. Mua ma morën dorë skulptorët dhe skulptorë kështu me leva hekuri edhe gyp, e kam dhe këtu mbrapa, edhe këtu, po të shorë, këtu. Po, këto janë patina e kohës, skulpturat, edhe kur ju thyet në i hund në i dorë nga koha, nuk është mirë që t'ja u zëvëndësosh edhe t'i bësh me dhe me siguran të reja, kështu mendoj unë. Jo çdo kush e meriton. Po, kur pash që 500 hund i kishte ndruar vetëm ai personazhi atje, thash unë këtu bëganami. Është operacion e mi kërkuar. Hunda. Po, nga burrat. Edhe nga femrat, sa të thuash, femrat dhe burrat. Edhe nga burrat shumë, po. Burrat shumë. Po ç'a duan këta? Edhe tek pjesa mjekësisë estetike, vlen për tu përmendur, ne kemi arritur në një raport 50-50, meshkuj dhe femra i bëjnë njësoj. Bëjnë edhe abdominoplastik, bëjnë dhe reduktim dhjame me kirurgji, meshkujt shumë, për heqjen e barkut, për shembull, ose lëkurën e tepërt kur dobësohen. Ato e bëjnë nga stresi i peshës dhe, ato se nuk ajo, se e bëjnë për t'i dhënë i lëvizje me bel rrugë.
Që bëjnë dhe modelim, por më tepër është për pjesën e humbjes peshës. Po kështu nga ata që shikonin në televizor, që dalin në televizor, që bëjnë kështu. Kur ju shif, ti kupton kur i shef, besoj. Në shumicën e rasteve, po. Edhe si duket. Shumica e personazheve publik, shumica, mos them të gjithë, janë të gjithë të prekur nga ana e mjekësisë estetike. Edhe ato që nuk më vjen dhe pak inat për personat që nuk e pranojnë se s'ka asgjë të bësh diçka për veten tënde dhe inat me mua. Jo me ju rastin konkret se ju jeni natyral komplet. Unë ka shumë gjëra që si pranoj nga ato që ka sjell koha, po i solli koha thotë Fevziu, s'kemi çfarë i bëjmë tani. Domethënë mos ta fshefësh identitetin në shtitje. Po jo, dakord, në rregull, s'ka problem. Nuk ka problem. Dottore, è un po' complicata la vita. Va bene, vi ringrazio molto. Ju falenderoj, ishte kënaqësi mund ta kishim vazhduar këtë muhabet në undës, po më ta lëm me kaq. Në ndërkohë që për te gjitha këtyre, se kjo është bisede e lirë dhe nuk kemi plan në bisedë, por dua që të them në fund që realisht është fantastike ajo që bëni ju me njerëzit për sa i përket në radhë parë, për sa i përket stërvitjeve fizike, pa diskutim të shoqëruara me këshillat për të ushqyer si duhet, për të ruajtur shëndetin nga kërcënimet që vinë të ushtuar me moshën, dhe pastaj edhe për këto skulpturat që ju ofroni. Mirëmbajtjen, po. Bukur është kjo. Për ata që e pëlqejnë, unë nuk dua në asnjë mënyrë të them që me që mua s'më pëlqen, mua te hunda e burrave më komplikohet pak ekuacioni, po edhe mua. Por aty më komplikohet ekuacioni, po te pjesa tjetër është okay, kështu që ky është destinacioni i shumë kërkuar në fakt, edhe që ju sugjeroj që ta eksploroni, ripiti, dhe ky është publicitet falas. Këtu bëhet publicitet për gjithë njerëzit që janë të ftuar dhe që kanë një histori për treguar, kur vinë nga bota e sipërmarrjes, kur vinë nga aventura që në fillim janë absolutisht të pasigurta a do dalin me sukses apo jo, sepse njerëzit investojnë, pastaj dhe ripiti është një investim i nisur në një kohë që s'ishte e sigurt që mund të shkonte me sukses, sepse siç e thanë edhe vajzat, interesi për shëndetin ka ardhur duke u rritur, nuk ka qenë. Dhe pa i hequr asgjë të gjitha palestrat e tjera që pa diskutim janë në Tiranë, janë në qytetet tjera, të gjithë bëjnë përpjekje dhe i mirëpres nëse duan të vinë këtu të hakmeren me ripitin, po unë ju them që ripitin duke filluar nga palestra, kush e frekuenton e realisht admiron edhe në një farë mënyre Stella bashkë me Ermalin janë përgjegjës sepse i bëjnë njerëzit të varur pastaj nga veglat atje dhe nga trajnerët e ripitit. Ky ishte